Studentët lanë ligjëratat dhe vendosën të i përkushtohen pak edhe ambientit. Por numri atyre që dëshirojnë pastërtinë ishte i vogël. As profesorët nuk u panë në aksion. I përvolën mangët. Studentët dolën të pastrojnë para disa fakulteteve të Universitetit të Prishtinës. U tha se kjo i duhet shumë kampusit dhe jo vetëm për një ditë. Ta ruajmë dhe ta mbrojmë ambientin, pasi që kjo ambient po na rrethon neve për çdo ditë. Por duket se jo të gjithë mendojnë njësoj. Disa ani pse student, le që nuk e panë të arsyeshme t'i bashkohen aksionit, por as që u lodhën të lirojnë rrugën për të hequr mbeturinat. S'kum pas ftesë se kisha marrë me kënaqësi pjesë. As nuk e kom ditë që ka më ba. Ngesa e përmimit. Me që pavatash nuk dita ku më antarësu. Megjithatë duket se këta student dembel nuk kanë faj. Aksionit nuk ju bashkuan as ata që do duhet të ishin shembull për ta, profesorët. Kjo edhe pse thirrjet për pastrim të organizuar nga paqja studentore ishin vendosur gjithandej nëpër fakultete. Unë do të kisha nderin dhe kënaqësinë që t'i shihja gjithë profesorët të cilët në mënyrë vullnetare i bashkangjitin këtij aksioni që t'i japin një mesazh të mirë tek studentët që në diçka e mirë është po mendoj një çështje e tillë është e mirë e përgjithshme, e mirë e përbashkët të shoqërisë së Ndryshe në këtë aksion që u organizua në ditën e pranverës, morën pjesë rreth 100 studentë të UPA-s.